Doktor Nazim, ajo që kam lënë përshtypjen një ndër shërbimet shumë të kërkuara prej pacientëve dhe prej atyre që na shkruajnë edhe te familja jonë janë shërbimet estetike, maksilofaciale, jo operacionet e hundës, veshëve, të ndryshme intervenime, të cilat janë goxha aktuale dhe keni emrat eminent të mjekësisë, qoftë maksilës, qoftë orolës. Po, është e vërtet, ne posedojmë me 3 grupe doktorave të cilët mirën me këtë farë punë, që kanë specialitet të specializimit vetë faktikisht, kemi kirurg plastik, kemi kirurg maksilofacial, disa, lish mund të them më të mirë që kemi në Kosovë. Ajke në Kosovë se kemi të kirurgjisë maksilofaciale, gjithashtu edhe në otorinolaringolog ose specialistat të orolës. Specialistat e orolës, po gjithashtu edhe mjekësisë këta të kirurgjisë maksilofaciale, përveç se që bëhen korrigjime estetike të njëjtën kohë, bëjnë edhe korrigjime funksionale, ose pacientët cilët kanë probleme shëndetësore, i korrigjojnë njëjtën kohë. E rregullojnë problemin shëndetësor, e rregullojnë estetiken me të njëjtën kohë.